22 shtatori njihet si dita europiane pa makina, por çfarë ndodh në Tiranë? Shikoni se si është situata sot. Kalimtarëve ju duhet që edhe në vijat e bardha të bëjnë kujdes. Ndërkohë që sot rrugët e Tiranës mund të ishin kthyer në pedonale dhe kështu të gjithë do të jepnin kontributin e tyre për një mjedis sa më të pastër. Në kuadër të ditës pa makina, si Ministria e Mjedisit ashtu dhe Bashkia e Tiranës janë munduar që të ndërgjegjësojnë qytetarët për të mos përdorur makinat. Ministria e Mjedisit ka organizuar një sër aktivitetesh me nxënës të shkollave të ndryshme për të informuar ata në lidhje me ndotjen që shkaktojnë makinat. Si dhe stafi për të nxitur këtë nisëm ka shkuar pa makina në punë, ndërsa Bashkia ka organizuar një garë me biçikleta me fëmijë të moshave të ndryshme për t'i zbavitur, argëtuar, por edhe për të dhënë mesazhin prindërve të tyre. Por çfarë mesazhi japin vetë fëmijët për prindrit e tyre? E përdor biçikletën? Po. Do doje që të ishte Tirana më mirë vetëm me biçikleta dhe pa makina? Po. Gjithë prindrit e gjithë fëmijëve të lënë makinat edhe motorat për të marrë biçikletat, që edhe mjedisi nuk ndodhin. E përdor biçikletën? Po. E ke tënden apo ke marrë edhe ti borxh? E ka marrë borxh. Prindrit e tu përdorin biçikletën më shumë apo makinën? Makinën. E dinin ata që sot ishte dita europiane pa makina dhe s'do ta përdornin makinën? Po. E kanë përdorur apo jo makinën sot? Jo. Po prindrit e tu e përdorin makinën nëpër Tiranë apo? Jo. Përdorin më shumë bicikletë. Në fund të aktivitetit u shpërndajnë 6 bicikleta për garuesit që dolën fitues, 3 prej të cilëve ishin djem e 3 vajza.